Policia e Fierit ka zbuluar një arsenal armësh në një banesë që dyshohet se shërbente për të furnizuar grupet kriminale. Operacioni policor ka çuar në arrestimin e një shtetasi dhe sekuestrimin e një arsenali armësh të dyshuara për të trafikuar tek grupet kriminale me qëllim përdorimin në ngjarje kundër jetës dhe rendit publik. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier kanë ndaluar shtetasin Milasin Ramaj, 38 vjeç, banues në Fier, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative. Ai është kapur në momentin që lëvizte me automjet në lagjen Kastriot. Gjatë kontrollit të automjetit u gjet një armë zjarri pistolet që e posedonte pa leje dhe një shumë prej 3.500 eurosh. Pas ndalimit të tij, policia e Fierit zhvilloi hetime të thelluara mbi veprimtarinë e tij, çka çoi në zbulimin e një banese të pabanuar në të njëjtën lagje, që shërbente si bazë për ruajtjen e armëve dhe municionit. Kjo banesë përdorej nga Ramaj për të fshehur arsenalin me qëllim shpërndarjen ose shitjen e tij në rrjetet kriminale. Gjatë kontrolleve u sekuestruan 10 armë zjarri automatik, prej të cilave 3 të modifikuar me shënjesër optike dhe vend për silenciator, një armë zjarri pistolet, një armë zjarri pistolet automatike, 2 silenciator, 9 karikator automatiku, 3 karikator pushke, 2 krëra pistolete, si dhe sasi fishekësh të kalibrave të ndryshëm.